Këngëtarja e mirënjohur Mirhije Braha shumë herë është komentuar në mediat roz për raportin e saj me Naim Avazin. Një raport tejet simpatik dhe që është ndër çiftet më afatgjata në showbiz. Mirhije Braha pas shumë vitesh martesë ju dëshmon dhe njëherë ndjekësve të tyre se si do të jetë puna. Ata të dy do të jenë gjithmonë bashkë, duke hequr në çdo lloj mënyre dyshimet se ata mund të ndahen tani. Ajo ka qenë ftuar në një emision së fundmi duke treguar se ndarja e tyre mund të jetë vetëm kur kanë ndonjë udhëtim daras. Kujtojmë që çifti së shpejti pritet ta martojnë djalin e tyre Platorin me Nuse Tringën. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Mirhije Braha ka treguar se ka një raport perfekt me nusën e djalit të saj Tringën dhe që në çdo moment që janë bashkë ata gjejnë rastin për të publikuar ndonjë foto për fansat e tyre. Na do të rikujtojmë se Mirhije Braha është mjaft aktive në rrjetet sociale, duke përditësuar fansat e saj. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.